Bismillahirrahmanirrahim, të gjitha falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërt mbi Muhamedit alayhis salam në ditën e Xumat të datës 12 qershor 2026 apo 26 Dhul Hijja 1447 Hijri. Sa herë që flasim për sevape pas vdekjes, na kujtohet thënia pejgamberike: kur vdes njeriu, i ndërpriten të gjitha punët e tija përveç në 3 raste: sadakaja e rrjedhshme, dituria nga e cila kanë dobi të tjerët, dhe fëmia i mirë i cili lutet për te. Po pra, secili le ta di se nëse pas vetes lë diçka nga këto 3, sevapet e këtyre punëve të mira do të vazhdojnë të shënohen edhe pas largimit të tij apo të saj nga kjo botë. Shumë e qartë. Mirë po, a keni menduar ndonjëherë se nëpër një situatë të tillë, por negative, njeriu mund të kalojë nëse në vend të punëve të mira, bën punë të këqija, të cilat nuk ndërpriten me vdekjen e njerëzit, por vazhdojnë të qarkullojnë mes njerëzve edhe pas largimit të tij. Si ka mundësi? Thot Muhamedi alayhis salam, kush sjell në Islam një praktik, një traditë, një sunet të mirë, do ta ketë shpërblimin e saj dhe shpërblimin e atyre që veprojnë sipas saj pas tij, pa ju paksuar atyre asgjë nga shpërblimi i tyre. Dhe kush sjell në Islam një praktik apo një traditë të keqe, do ta kenë mëkatin e saj dhe mëkatin e atyre që veprojnë sipas saj pas tij, pa ju paksuar edhe atyre asgjë nga mëkatet e tyre. Do ta sjell një shembull konkret. Disa njerëz që janë të regjistruar në rrjetet sociale përhapin nëpër profilet e tyre materiale, qoftë ato vizive, pra video apo shkrime, të cilat në esencë janë mëkat, pra shpërdajnë muzikë total të pakuptim, lakurisi, fjalë të pista, gjëra të pamoralshme etj. Dhe normalisht se me vdekjen e njeriu të tillë vdes edhe pasvordi me të cilin ky është fut në ato rrjete. Ka mundësi se atë pasvord nuk e di askush përveç tij apo përveç saj, dhe ai lloj materialit mbetet në dispozicion për të tjerët, edhe pse ky apo kjo nuk është më në këtë botë. Kush tjetër do t'i marrë mëkatet e këtij veprimi të cilat janë ofruar dikujt përveç se pronari i tyre? Tregon një nën të cilës i kishte vdekur djali në moshë të re, se e shihte atë në ëndër sikur një grup fëmijësh kalonin pranë varrit të tij dhe, më falni në shprehje, urinonin mbi varrin e tij. Ajo asgjë nuk dinte për gjërat sekrete të birit. Pas disa hulumtimesh, ajo mori vesh se i biri i saj kishte një llogari, pra një account në internet, ku postonte foto të grave lakuriqe, dhe ato djemt që urinonin ishin ata të cilët pa pikë turpi futeshin dhe i shikonin ato foto. Ajo bëri çmos që të angazhonte dikë që ta fshinte llogarinë e të birit, por fatkeqësisht askush nuk i dinte fjalë kalimet apo pasfordet e faqes së tij. Andaj i bëj thirrje sidomos rinis, por jo vetëm, që mirë të kenë kujdes se çfarë postojnë në profilet e tyre. Jeta, vëllezër dhe motra, është e paplanifikueshme. Vdekja mund të vijë befas. Po a them këtë jo vetëm duke menduar se njeriu mund të vdesë edhe të mos ketë mundësi të ndryshojë me asgjë, por edhe për mëkate të llojeve të tjera. Njeriu mund të pendohet e mëkatet ende të vazhdojnë të qarkullojnë. Dikush këndon këngë që nxisin në mëkate e pastaj pendohet, mirë po vazhdon ajo këngë të qarkullojë nëpër internet. Dikush shkruan një tekst apo një koment negativ diku, e pastaj pendohet, por ndoshta ka mundësi që të mos mund ta fshijë ma atë koment asnjëherë. Dhe shumë shembuj si këta. Atëherë vim në përfundim të asaj fjalës së urtë të popullit ton, i cili ka thënë: më mirë me e pengu se sa me e shëru. Lusim Allahun xhaleshanuhu të jemi vigjilent të veprave tona që bëjmë në këtë botë. Deri në perlën e xumas së radhës, përshëndetje e veçantë nga kalaja e Perezës në afërsinë më të afërt të aeroportit Rinas në Tiranë.
Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.